Data 13 qershor. Ligji për të rirë. Kapitulli 18. Tër priftërinjt Levit, tër fisi i Levit, nuk do të kenë pjesë as trashëgimi në Izrael. Do të jetojnë me flijimet e bëra me zjarr për Zotin, trashëgimi e tij. Nuk do të kenë asgjë trashëgimi nga vëllezërit e tyre, sepse Zoti është trashëgimia e tyre, ashtu siç ua ka thënë. Kjo është ajo që i detyrohet priftit populli. Ata që ofrojnë një flijim, qoftë një lop, një del apo një dhi. Ata do t'i japin priftit shpatullat, nofullat dhe plëncin. Do t'i japësh prodhimin e parë të grurit tënd, të mushtit tënd dhe të vajt tënd, si dhe qethjen e parë të dhenve të tua. Sepse Zoti Perëndia yt e ka zgjedhur midis gjithë fiseve të tua për të kryer shërbimin në emër të Zotit, atë vetë dhe bijtë e tij përgjithënjë. Por në rast se një levit që ka ardhur nga një prej qyteteve të tua të gjithë Izraelit, ku ai banonte, vjen me gjithë dëshirën e zemrës së tij në vendin e zgjedhur nga Zoti, atëherë ai do të mund të shërbejë në emër të Zotit Perëndisë së tij, ashtu si gjithë vëllezërit e tij levit që ndodhen aty përpara Zotit. Ata do të marrin për mbajtjen e tyre pjesë të barabarta, përveç parave nga shitja e pasurisë së tyre. Kur do të hysh në vendin që Zoti, Perëndia yt po të jep, nuk do të mësosh të shkosh pas veprave të neveritshme të këtyre kombeve. Të mos gjendet midis teje ndonjë që e kalon birin ose bien e vet nëpër zjarr, as ndonjë që praktikon shortarin, bën parashikime, interpreton shenjat dhe merret me magji, as ai që përdor yshtje, as mediume që konsultojnë frymët, as magjistar, as ai që ndjell të vdekurit, sepse të gjithë ata që merren me këtë punë neveriten nga Zoti, dhe për shkak të kësaj neverie, Zoti është duke i përzënë para teje. Ti do të jesh i përkryer para Zotit, Perëndisë tënd, sepse kombet që ti do të dobosh i kanë dëgjuar shortarët dhe magjistarët, kurse ty Zoti, Perëndia yt, nuk të ka lejuar të veprosh kështu. Zoti, Perëndia yt, do të krijojë për ty një profet si unë në mes teje dhe vëllezërve të tu. Atë keni për ta dëgjuar, në bazë të gjithë atyre gjërave që i kërkove Zotit Perëndisë tënd në Horeb, ditën e asamblesë kur the, të mos dëgjoj më zërin e Zotit Perëndisë tim dhe të mos shoh më këtë zjarr të madh që unë të mos vdes. Dhe Zoti më tha, ajo që thanë është mirë. Unë do të nxjerr për ta një profet nga gjiri i vëllezërve të tyre, dhe do të vë në gojen e tij fjalët e mia, dhe ai do të thotë atyre të gjitha ato që unë do t'i urdhëroj. Dhe do të ndodhë që, nëse dikush nuk i dëgjon fjalët e mia që ai thotë në emrin tim, unë do t'i kërkoj llogari. Por profeti që pretendon të thot në emrin tim një gjë për të cilën unë nuk e kam urdhëruar ta thot, ose që flet në emër të perëndive të tjera, ai profet do të vritet. Dhe nëse ti thua në zemrën tënde, si do të bëjmë për të dalluar fjalën që Zoti na ka thënë, kur profeti flet në emër të Zotit dhe kjo gjë nuk ndodh dhe nuk realizohet, kemi të bëjmë me një gjë që Zoti nuk e ka thënë. E ka thënë profeti me mendje madhësi, mos ki frikë prej tij. Psalmi 105. Kremtoni Zotin, lutini për ndihmë e emrit të tij. Bëni të njohura veprat e tij midis popujve. Këndojini atij, këndojini lavdë atij. Mendoni thellë tër mrekullitë e tij. Mburruni me emrin e tij të shenjtë. Le të kënaqet zemra e tërë atyre që kërkojnë Zotin. Kërkoni Zotin dhe forcën e tij. Kërkoni vazhdimisht fytyrën e tij. Mbani mend çuditë që ai ka bërë. Mrekullitë dhe gjykimet e gojës së tij, ju o pasardhës të Abrahamit, shërbëtorit të tij, o bijtë të Jakobit, të zgjedhurit të tij. Ai është Zoti, Perëndia ynë. Gjykimet e tij janë mbi gjithë tokën. Ai mban mend për jetë beslidhjen e tij dhe për 1000 breza fjalën e komanduar prej tij, beslidhjen që lidhi me Abrahamin dhe betimin që i bëri Isakut, që i konfirmoi Jakobit si statut të tij dhe Izraelit si një beslidhje të përjetshme duke thënë: Unë do të jap vendin e Kanaanit si pjesë e trashëgimisë suaj. Kur nuk ishin vetë si një numër i vogël, shumë të pakët dhe të huaj në vend, dhe shkonin nga një komb te tjetri, nga një mbretëri te një popull tjetër. Ai nuk lejoi që t'i shtypte njeri, përkundrazi ndëshkoi disa mbretër për hir të tyre dhe tha: Mos prekni të vajosurit e mi dhe mos u bëni asnjë të keqe profetëve të mi. Pastaj solli zinë e bukës në vend dhe shkatërroi çdo burim ushqimesh. Dërgoi para tyre një njeri, Jozefin, që u shit si sklav. I shtrënguan këmbët me pranga dhe u rëndua me zinxhir hekuri. Fjala e Zotit e vuri në provë, derisa u plotësua ajo që kishte thënë. Atëherë mbreti dërgoi ta zgjidhnin, sunduesi i popujve dërgoi ta çlironin.
dhe e bëri zot të shtëpisë së tij dhe qeveritar mbi të gjitha pasuritë e tij, për t'i lidhur princat e tij me gjykimin e tij dhe për të mësuar pleqjve të tij diturinë. Edhe Izraeli erdhi në Egjipt dhe Jakobi qëndroi për ca kohë në vendin e Kamit. Dhe Perëndia e shumëzoi shumë popullin e tij dhe e bëri më të fuqishëm se armiqtë e tij. Pastaj ndryshoi zemrën e tyre me qëllim që ta urrënin popullin e tij dhe të kurdisnin mashtrime kundër shërbëtorëve të tij. Atëherë ai dërgoi Mojsiun, shërbëtorin e tij, dhe Aronin që ai kishte zgjedhur. Ata kryen midis tyre mrekullitë e urdhëruara prej tij dhe bën çuditëra në tokën e Kamit. Dërgoi terrin dhe e bëri vendin të binde në errësirë dhe ata nuk kundërshtuan fjalën e tij. I ndryshoi ujërat e tij në gjak dhe bëri që të ngordhin peshqit e tij. Vendi i tyre u mbush me bretkosat të cilat hyn deri në dhomat e mbretërve të tyre. Me fjalën e tij erdhën një shumicë e madhe insektesh dhe mushkonjash në të gjithë territorin e tyre. U dërgoi breshër në vend të shiut dhe flak zjarri në vendin e tyre. Goditje dhe vreshtat e tyre dhe druret e fikut shkatërroi druret e territorit të tyre. Ai foli dhe erdhën karkaleca dhe dhemje në numër të madh, që përpinë tërë bimësinë e vendit të tyre dhe hëngrën frytin e tokës së tyre. Ai goditi edhe të gjithë të parëlindurit në vendin e tyre, pallin e tërë fuqisë së tyre. Dhe nxori popullin e tij me argjend dhe me ar, dhe nuk pati asnjëri ndër fiset e tij që të tronditej. Egjiptasit u gëzuan nga ikja e tyre, sepse tmerri i Izraelit kishte rënë mbi ta. Ai shpalosi një re për t'i mbuluar dhe ndezi një zjarr për t'i ndriçuar natën. Me kërkesën e tyre ai solli shkurtat dhe i ngopi me bukën e qiellit. Çau shkëmbin dhe dolin prej tij ujëra, këto rridhnin në shkëtetir si një lum. Sepse atij u kujtua premtimi i shenjtë që i kishte bërë Abrahamit, shërbëtorit të tij. Pastaj nxori popullin e tij me gëzim dhe njerëzit e tij të zgjedhur me brit me gëzimi, dhe u dha atyre vendet e kombeve dhe ata trashëguan frytin e mundit të popujve, me qëllim që të respektonin statutet e tij dhe të bindeshin ligjeve të tij. Aleluja. Isaia, kapitulli 45. Kështu i thot Zoti të vajosërit të tij, Kirit, që unë e mora me dorën e djathtë që të hedh poshtë para tij kombet. Po, unë do të zgjidh brezat që mbretërit mbajnë në i, për të hapur para tij portat me 2 kanate dhe që portat të mos mbeten të mbyllura. Unë do të eci para teje dhe do të sheshoj vendet e ngritura. Do të bëj cop portat prej bronzi dhe do të thyej shufrat prej hekuri. Do të jap thesaret e territ dhe pasuritë e fshehura në vendet e fsheta, me qëllim që ti të njohësh që unë jam Zoti, Perëndia e Izraelit, që të therret me emër. Për hir të Jakobit, shërbëtorit tim, dhe për hir të Izraelit, të zgjedhurit tim, unë të thirra me emër dhe të dhash një titull nderi, megjithse ti nuk më njihje. Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër. Jashtë meje nuk ka perëndi. Të kam rrethuar, ndonse ti nuk më njihje. Me qëllim që nga lindja në perëndim të pranohet që nuk ka asnjë perëndi përveç meje. Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër. Unë formoj dritën dhe krijoj terrin, sjell mirëqenien dhe krijoj fatkeqësinë. Unë, Zoti, i bëj të gjitha këto gjëra. Pikloni o qiej nga lart, dhe ret le të bëjnë të bjerë si shi drejtësia. Le të hapet toka, të prodhoj shpëtimin dhe të bëj të mbi njëkohësisht drejtësia. Unë, Zoti, e kam krijuar këtë. Mirë ai që i kundërvihet atij që e ka formuar, një fragment enësh balte me fragmente të tjera të enëve prej balte. A do t'i thot argjila atij që jep formë, ç'po bën? A do të thot vepra jote nuk ka duar? Mirë ai që i thot të atit çfarë po lind dhe nënës së tij çfarë po pjell. Kështu thot Zoti, i shenjtë i Izraelit dhe ai që e ka formuar. Për sa u përket gjërave të së ardhmes, më bëni pyetje rreth bijve të mi dhe më jepni urdhra rreth veprës së duarve të mia? Por unë kam bërë tokën dhe kam krijuar njeriu mbi të. Me duart e mia e kam shpalosur qiej dhe komandoj tërë ushtrinë e tyre. Unë ngjalla atë në drejtsinë time dhe do të sheshoj tërë rrugët e tij. Ai do të rindërtoj qytetin tim dhe do t'i kthej të lirë të mërguarit e mi pa paguar shpengim dhe pa bërë dhurata, thot Zoti i ushtrive. Kështu thot Zoti, fryti i mundimeve të Egjiptit dhe mallrat e Etiopis dhe të Sabeve, njerëz me shtat të lartë, do të kalojnë ty dhe do të përkasin ty. Ata do të ecin pas teje të lidhur me zinxhir, do të bien përmbys para teje dhe do të luten fort duke thënë, me siguri Perëndia është e ti dhe nuk ka asnjë tjetër, nuk ka perëndi tjetër. Në të vërtetë je një perëndi që fshihesh o Perëndi i Izraelit, o shpëtimtar. Do të mbeten të gjithë të turpëruar dhe të hutuar, po,
do të ikin të gjithë bashk të mbuluar me turp sa juesit e idhujve. Por Izraeli do të shpëtohet nga Zoti me një shpëtim të përjetshëm. Ju nuk do të turpëroheni ose të hutoheni kur më për jetë. Sepse kështu thot Zoti që ka krijuar qejt, ai, Perëndia që ka formuar tokën dhe e ka bërë, ai e ka vendosur, nuk e ka krijuar pa trajt, por e ka formuar që të banohej. Unë jam Zoti dhe nuk ka asnjë tjetër. Unë nuk kam folur fsheta se një cep të errët të dheut, nuk u kam thënë pasardhësve të Jakobit, më kërkoni kot. Unë Zoti them atë që është e drejtë dhe deklaroj gjëra që janë të vërteta. Mblidhuni dhe ejani, afrohuni bashk, ju që keni shpëtuar nga kombet. Nuk kanë mend ata që mbajnë një shëmbëltyr prej drurit të kdhendur prej tyre dhe i lutën një Perëndije që nuk mund të shpëtojë. Shpalleni dhe paraqitni arsyetimet tuaja, po le të këshillohen edhe bashk. Kush e ka shpallur këtë që në kohët e lashta dhe ka parashikuar për një kohë të gjatë? Vallë nuk jam unë Zoti, nuk ka Perëndi tjetër veç meje. Një Perëndi i drejtë, një shpëtimtar, nuk ka asnjë veç meje. Kthehuni nga unë dhe do të shpëtoni ju mbar skajet e tokës, sepse unë jam Perëndia dhe nuk ka asnjë tjetër. Jam betuar në veten time. Nga goja ime ka dalë një fjalë drejtësie dhe nuk do ta tërheq. Çdo gjuhë do të përkulet para meje dhe çdo gjuhë do të betohet për mua. Do të thuhet për mua vetëm tek Zoti kam drejtësi dhe forcë. Tek ai do të vinë tërë ata që ishin të ndezur me zemrim kundër tij dhe do të turpërohen. Në Zotin do të shfaqsohen dhe do të përlëvdohen gjithë pasardhësit e Izraelit. Zbulesa, kapitulli 15. Dhe pash në qiell një shenjë tjetër të madhe dhe të mrekullueshme. 7 ëngjëj që kishin të 7 plagët e fundit, sepse me to u përfundua zemërimi i Perëndisë. Dhe pash një si det të qelqt, të përzier me zjarr, dhe ata që kishin munduar bishën dhe figurën e saj dhe damkën e saj, numrin e emrit të saj, që ndronin mbi detin e qelqt dhe kishin qestet e Perëndisë. Dhe këndonin këngën e Mojsiut, shërbëtorit të Perëndisë, dhe këngën e qengjit duke thënë: Të mëdha dhe të mrekullueshme janë veprat e tua, o Zot, Perëndi i gjithëpushtetshëm. Të drejta dhe të vërteta janë udhët e tua, o mbret i shenjtorëve. Kush nuk do të ketë frikë ty, o Zot, dhe nuk do të lëvdoj emrin tënd, sepse vetëm ti je i shenjtë, sepse të gjitha kombet do të vinë dhe do të adhurojnë përpara teje, sepse gjykimet e tua të drejta u shfaqen. Dhe pas këtyre gjërave pash, dhe ja, u hap tempulli i tabernakullit të dëshmisë në qiell. Dhe të 7 ëngjëjt që kishin të 7 plagët dolen prej tempullit, të veshur me li të pastër dhe të shndritshëm, dhe të ngjeshur përreth gjoksit me breza të artë. Dhe një nga të 4 qenjet e gjalla u dha të 7 ëngjëjve 7 kupa ari, plot me zemërimin e Perëndisë që rron në jetë të jetëve. Dhe tempulli u mbush me tym nga lavdia e Perëndisë dhe nga fuqia e tij, dhe askush nuk mund të hynte në tempull derisa të mbaroheshin të 7 plagët e të 7 ëngjëjve.